pret përpara. Gjithnjë ky në fakt shumë faleminderit. I nderuar kryetari i opozitës dhe i gjithë punëtorë. E vlerësojmë shumë prezantimet që ju bëni për një rimëkëmbje ekonomike, por do donim do dëmtoj konkurrencën se ka eksperienca pa fund. Ka Italia, ka Gjermania, ka vende, Japonia, ka vende që kanë qenë shumë të suksesshme. Por e shumë rëndësishme që edhe sipërmarrja të kuptoj ku do jetë tarifa maksimale e këtyre parave që jepen nga Banka e Zhvillimit. E para. E dyta, vërtet Shqipëria është një potencial i jashtëzakonshëm në sektorin e energjisë. Pra ne kemi edhe të trashëguar, por kemi një kaskadë e cila plotëson pothuajse shumicën e nevojave që ka ekonomia dhe qytetarët. Por ndërkohë që kemi edhe iniciativa të supportuara nga qeveritë. Jo vetëm nga qeveria aktuale, por edhe nga qeveria juaj, që janë hidrocentralet apo edhe panelet fotovoltaike, të cilat janë të kontraktuara me një çmim të caktuar që është 10 lekë, nuk e di një gjë e tillë, 100 euro për megavat, rreth 100 euro për megavat. Pra, ne kërkojmë sigurinë juridike të kontratave në mënyrë që të kemi një korreksi në zbatimin e kontratave me sipërmarrjet private. Ndërsa lidhur me e bëra pak bisedën me Joridën lidhur me përjashtimet. Jemi 100% dakord që të ketë përjashtime nga taksat, sidomos të profesioneve të lira, por do të bëjmë një analizë të minimumit apo të gjendjes ekonomike të tyre. Pra një sipërmarrje e profesioneve të lira, i cili qarkullon 100.000 euro në vit, unë mendoj që e plotëson nevojën ekonomike për të qenë mbi shtresën mesatare të popullsisë. Dhe duke lënë tarifën 100.000 euro në vit të pataksueshme, mendoj që është një shifër e drejtë dhe që kombinon. Ndërkohë për bizneset e vogla, nuk është e ardhur neto e përfituar, sepse biznesi i vogël ka shitjen e produktit që blen. Dhe në rastin konkret, unë mendoj që kjo mund të shkojë 200.000 euro. Pra 200.000 euro e përjashtuar për bizneset e vogla. Ju e keni 180, s'është një shifër e madhe. Ndërsa për të vëshën, i nderuar zoti Berisha, unë mendoj që ne do të jemi të kujdesshëm tek përjashtimi të vëshës. Sepse biznesi i vogël nuk bën gjë tjetër veç se merr produktin e biznesit të madh me TVSH dhe e shet pa TVSH. Dhe këtu ne do na prishet, jam i bindur që me ekspertiza e PD-s ju keni ekspertët më të mirë dhe unë do doja të falenderoja sepse më qëllon shpesh që të jem tek Komisioni i Integrimit dhe kemi Joridën e cila bën edhe oponencën edhe kritikën dhe ngelet biznesi që bën oponencën dhe është një luftë që normalisht duhet ja dalim. Ndërkohë që ju i keni ekspertë dhe i keni shumë mirë për të bërë këtë lloj analize. TVSH-ja, pra përjashtimi të TVSH-s, unë mendoj që do krijoje problematika në informalitet. Ndërsa ajo çfarë ju e keni transmetuar për TVSH në bujqësi është një përshëndetje jashtëzakonshme sepse është një ndër sektorët më të diskriminuar sot që është bujqësia. Kosova e ka me 6%, Maqedonia ka me 8%, ndërkohë që Kosova s'ka as dividend jo. Pra njerëzit kur nuk kanë të lloj stimujsh po largohen, që në bujqësi ka nevojë për një reformim të thellë. Këto janë ato që të taksa e pronës, kalimi i pasurive të patunshme, edhe me 5% prap jemi të kënaqur, po të jetë 2%, normalisht që tarifat ulta dum, por edhe 5% prap do ishte e pranueshme. Ne kemi kërkuar jo më shumë se 7%, pasi duke analizuar, sepse ne nuk e kuptojmë, por ka një ngërç. Sot të gjithë ata që duan të shesin po presin ligjin e rivlerësimit. Kështu që pse ne duhet ju japim mundësinë njerëzve që të presin një ligj për të shitur pronën e tyre.
Bëje 3%, 5%, formalizoj ekonominë, sill të ardhurën në buxhet në mënyrë që t'jesh më eficient në buxhetin tonë. Edhe herë shumë faleminderit, jam I bindur që do kemi Ju thot njerëzit po presin ligjin e rivlerësimit. Po sikur ne të themi ndryshe që njerëzit nuk kapset presin. Ajo që ne kemi në mendje është të vendosim drejtsinë me këtë komponent të tatimit mbi të ardhurat. Që në vitin 1998, po bëhen gati 30 vite që është prezantuar capital gain si koncept, dhe në 30 vite ka dhënë 0.0.01 të hyrave publike. Pra një taks që nuk justifikon qëllimin për cilin u bë. Dhe e dyta, ka kriju më shumë gënjeshtar se çdo tatim tjetër. Njerëzit detyrohen të falsifikojnë shifrat për me ul. Ne po të themi capital gain shkon 0 dhe e përmenet pak edhe tatimi mbi dividendit do shkojë 0, duke pagu vetëm një komponent, tatimin mbi fitimin. Ne jemi të bindur që ka 2 tatueshmëri. Dhe do bëhemi, mbas Gjeorgjisë dhe Moldavisë, vendi I tretë në Evropë që eliminon 2 tatueshmërinë. Ndëruar antarë të tjerë të industria e bimëve dhe erëzëve të Shqipërisë, e cila është një industri që jep gati 15% të vlerës totale të eksporteve shqiptare, duke e bërë sa më të njohur vendin tonë të shmonë gjithë botën. Këto vitet e fundit është futur në një ngjertës të madh, pasi heqja të rëshës për fermerët që iku nga 26 pa e përmend, pa u në pusht, ka krijuar një problem madh ku njerëzit për I braktisin këtë zona dhe është për të ardhur gjëna që po meten në shkretir, është për të ardhur keq se një pjesë e fermerëve u kthyen në ligjin dhe në bumin që u krijua dikur. Ai ligj që ishte për të veshën atëre kishte nevojë për përmirësime, për të hekur abuzus ka kudo, por jo dhe jo kur për të dhënë goditje të madhe, dhe sidomos fermerët, edhe në malësi të madhe që mund ta prekni, e cilët janë në një depresion mjaft të madh, ku çmimi ka shkuar çesharak, ku prodhimet kanë ngelur. Duke parë programin që kemi diskutuar edhe me zotin Vuksoni, ne shpresojmë dhe kemi besimin që diçka do ndryshojë. Nuk mund të jetë e një vend pa markën e vet. Kur dëgjova edhe në program për atë ditësh që Made in Albania do të jetë një prioritet I madh. Ne dha të markat e cilat është më, ato produkte që kemi vite që ne I kemi quar në tregjet amerikane apo deri në Australinë e largët, jemi të rrezikuar për t'i humur. Pasi vendet fshinje, edhe Kosova, edhe Maqedonia, edhe Serbia, kanë financime mjaft të mëdha. Heqja e fondeve të Bashkimit Evropian na ka dhënë tjetër goditje të madhe për abuzimet që tashmë janë kryer. Prandaj shpresojmë që këto premtime dhe ky program I qeverisë së ardhshme nesër duhet që të merren seriozisht dhe unë kam thënë dhe më parë në takim dhe me kryeministrin dhe me ministrat e linjeve që është vendi për të krijuar një emergjencë kombëtare lidhur me bujqësinë. Ne kemi 34 vite që kemi investuar në këtë vend dhe tashmë nga herë jemi të lodhur jo nga puna shumë, por nga asaj. Duhet që kemi diskutuar dhe kur keni qenë ju, zotë Berisha, që për objektet të cilet përdoren dhe këto hapësira I shërbejnë eksportit real, nuk mund të trajtojnë me këto tarifat vendosura nga bashkitë, sepse për produktet bujqësore, sidomos bimët mjekësore, duhet të mahen gati për një vit e gjysmë, sepse tani s'kena kur morën lule bliri apo boranit, dhe do mojnë magazina. Duhet shikuar mundësia që këto objekte t'jenë
me një çmim të arsyeshëm. Dhe punit duhet që të merret shembulli i Maqedonisë apo i Serbisë që të jetë në këtë krizë që u kriju për euron e për dollarin, të vendoset një mbështetje ku është $1 apo €1 tjetë me 1.2 dhe të mbrohen eksportuesit. Ndryshe po ju them se do largohen njerëzit, do ikun dhe të çfarë kemi arritur deri më sot do na shkojnë zero. Faleminderit. Unë ju falënderoj për ndërhyrjen dhe një gjë kam për ju dhe për të gjithë në këtë në fushën e bimëve aromatike dhe medicinale, se nga bimëve ne do të përparsojmë në bim po çojt fare ti po desh. Po ato nuk kanë trajtim të ndryshëm. Jo, nuk kanë trajtim të ndryshëm. Ne e lam tek 11 milion, po ëndra ullirit vazhdon, edhe shqiptarët ndjellin ulli. E nis bimt aromatike dhe bimt mjekësore të cilat janë një potencial i jashtëzakonshëm. E them edhe unë me bindje të plotshës shkojnë fermerët, unë nuk e mora vesh doan se si ishte ajo, si mund të bëhe në atë mënyrë ato. Po këta flasin me çapin para transformim të medicinale. Dy gjëra. Të parë, dosja e rregullimi i TVSH-s, unë besoj që do jetë incentiv shumë i madh për sektorin. Këtu dy gjëra të cilat nuk u përmendën që unë doja të theksoja janë e para. Ju e dëgjoni në fakt kryeministrin që flet do shkojnë në Bashkimin Evropian 2027, po si do shkoj biznesi në Bashkimin Evropian 2027? Sepse ai thotë do jap pasaportën, po biznesin e hedh në lum. Ne kemi nisë një diskutim me biznesin për ta bërë gati biznesin për procesin e integrimit. Sot qeveria thotë që biznesi do shkoj me të mbathura në BE, pa investime, pa teknologji, pa standarde, ndërkohë që i kemi gati planin për gatishmërinë e biznesit në Bashkimin Evropian. Jo vetëm me investime, por njëkohësisht edhe me politika pro biznesit. Elementi i dytë është në të gjithë botën po ndodh një fazë e dytë e industrializimit. Po ta shikoni Amerika vendosjen e tarifave këtë ka. Edhe plani Partisë Demokratike me produktet Made in Albania pikërisht këtë ka. Ngritjen e prodhimit dhe ndryshimin e modelit ekonomik që ne të fillojmë të prodhojmë, sepse sot shitja, tregtia dhe ndërtimi janë duke shtëruar, do shterojnë, sepse janë me financime të palishme parash. Dhe ndryshimi i modelit ekonomik, duke marrë parasysh sektor që prodhojnë dhe që e nxjerrin Shqipërinë në tregje ndërkombëtare do të jetë prioritet. Dëgjova Filipin që me drejt tha vendosja në dispozicion e ambienteve e pronave. Rikonceptimi i ligjit investimeve strategjike. Sot investime strategjike merr kush shkon tek dera e kryeministrit. Ne do ndalojmë çdo investim strategjik abuziv dhe do të ketë një garë të hapur për investime strategjike ku të kemë prioritet investitorë të ndershëm. Sot po ti marrësh ato që kanë marrë investime strategjike, askush nuk jep asnjërin. Asnjërin, ka vetëm një investim të huaj në 65 emrat që janë atje. Rikonceptim dhe vendosja në funksion të prodhimit shqiptar
të gjithë trojeve dhe të gjithë hapësirave që Edhe ka. ai huaj është kunata e Olta Xhaçkës. Ajo është. Ajo është. Nëse mundem ju Po e vërteta, domethënë. Faleminderit. Ka dhe një risi të madhe